Hoxha, dikush është 30 vjeçar, po kur s'ka fal namaz. Apo 40 vjeçar, po kur s'ka fal namaz. 50, ndoshta edhe 60 vjeçar, kur s'ka fal namaz. Dhe fillon, inshallah bon sebeb kjo emision, që ai të fillon namazin. Mirë po, shumë namazet e humbura. Domethënë një ditë obligative i kena 5 namazet. Shumë namazet i ka humb gjatë jetës, nuk i ka fal. Si qëndron puna ti, si mund t'i kompenzon, si është çështja? Kështu, faktikisht dietarët kanë folë për këtë çështje shumë. Për punën e njeriut i cili ju kanë humb shumë namazet. Nëse e din se cilat namazet ju kanë humbën, duhet t'i kthehen dhe t'i falë ato namazet që i din. Mirë po thot, ku ta di, unë 30 vjet që janë falë, 40 vjet, edhe nuk din se sa namazet ju kanë humbën, na prap i themi ka rrugdalje për ti. Alhamdulillah. Nuk ban mi thonën edhe s'kemi drejt, sepse fundit, une shpeshere e kom thoni fjallë, i gjikues. As nuk gjikojmë për njerëzit, për jemi këshillues. Shumë është për rëndësi. Na nuk i gjikojmë njerëzit, su ka falë ki, që 30 vjet edhe tash donë me një Ramazan edhe t'i jenë gjenet. Edhe ta mormi na vullën dhe ta kemi a drejtën, t'i qemë njerëzit ka gjenimi dhe t'i qemë njerëzit ka gjeneti. Nuk jemi ata që gjykojmë na, por na jemi që këshillojmë. Edhe na ju themi këtyre besimtarëve tonë, vëllezërve tonë, motrave tona, të cilët me dije, pa dije, me mos kuptim, me mos marrje të rëndësies dhe me mos kuptimin e rëndësies të namazit, ka mundësi që ai mrenda shumë dekadave edhe mos kishte bë namaz. A ka rrugdalje? Ka rrugdalje. Elementi parë dhe pika e parë është nëse i din namazet që i kalonën, është mirë t'i kompenzon. Por ja, themi, më të randën e marmi. Nuk dihet sa s'ka falë, nuk dihet sa s'ka bo namaz, edhe nuk din t'a ban matematikën se sa kalon namazet, atëri themi, dera e pendimit është e hapur o vllai dashur. Deri sa s'ka ardhën shpirtin në fit, deri sa s'ka ardhën shpirtin gargara, dera e pendimit është e hapur. Por çdo mëkat eventual që dikush ka bë. Qoftë ti e unë e dikush tjetër. Por edhe nëse në këtë botë ki bë shirk, që është padrejtësia më e madhe që i bëhet Allahu ndër xhelal. E ke parasysh? Shirku është zullumi më i madh. Por atë Lokman Hakimi ka thonë djalit e vet prej porosive dhe prej vasijetit dhe prej testamentit fjales madhe, ka thonë, ja buneje, la tushrik billah, inna shirke la dhulman adhim. O biri jem, ke kujdes në gjatë jetës tonde, mos i bën shirk Allahu ndër xhelal. Do të thonë, mos i bën rival Zotit, sepse rivaliteti, shirku, është padrejtësia, zullumi më i madh. Po dikush nëse ka rënë këtë mëkat, e ke parasysh, ose ka pasën shenjat e shirku. Ka shku të gjingjia, ka shku të hajmaligjia, ka shku taj që predikon se e di falin, ka shku taj me filxhan që i pënon, ka shku taj cili frin dhe me atë frimën e ka me shejtan, edhe me bashkëpunon me gjin, edhe ka shku ki ka bo mëkat, edhe ka një ka rruga e shirkut. Por themi më të randën, ka qenë magjistar, edhe është pendu. A ta pranon Zoti pendimin? Valla ta pranon. E pranon Zoti pendimin. Sa ai të ka kriju dhe të njeh më së miri dhe ta kalon këtë derë të pendimit dhe ta kalon këtë derë të tobës. Këtë rast ta mormi edhe besimtarin që është musliman, që thot la ilaha illallah, e ka Muhammed Rasulullah, e don Allahin, e don pejgamberin, ai nuk e mohon namazin. As kur s'ka thonë se du namazin, por që e ki parasysh sistemi jon ka qenë komunist, mas komunizmit sistemi demokratik e ka bot vetën, dënjoja, ekonomia, fukarallëki, ajo ka arsye që nuk janë arsye, por për atë janë do arsye që ai e ka mashtru shejtani dhe kalon namazin. Edhe nuk e di se çfarë namaz e kalon, themi dera e tobës për tija është e hapur dhe ban pendim të pastërt të Allahu subhanahu wa taala. Pra, ki pendim pastaj në veti e ka edhe që ti ta vendosish që më prej sot namazin mos lësh. Ti bish pishman për të kaluar se çka të ka kaluar. Ta ndiq veten keq. Qish be i lash gjitha të namazet?
qish me më shkoj jeta, që ka të ndiq vetën keq. Se kur ta shijojsh ti kënaqësinë dhe lezetën e namazit, faktikisht henes kanë me të ardhën pak në mend se çka pas ke bënë. Mirë po, prap themi, nuk është fundi jot, fillo. Edhe pendimin bënë të pastërt, edhe 100% të Allahu Dhul Xhelal, tobja jote, pendimi jot i sinqert do të pranohet. E tash, elementi tjetër është çka të bëjmë na. Tash, nëse ti ki fillu më të bëjsh namazin, mundohu, ulemat kanë thonën, që pas çdo namazi që e falen fars, ta falesh edhe një fars. Pas çdo dreke, ta falesh edhe një drek tjetër. E disa kanë thonën, mundohu që të bëjsh nafile namaz. Sa ma tepër, që ti kompenzojsh ato mosfalje që të kanë kaluar brenda jetës tënde. Sa ma shumë namaz nafile, e sidomos namazi nafile është masjacie natën, që të bëjsh namaz natën e ta lutish Allahun, që inshallah lutjet tua dhe duat tua dhe namazin ton të ta bëjë kabul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah i shpëlboj.